Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahun azza wa jall e lavdrojmë, atë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të marrim një ajet në Kur'ani, respektivisht ajetin e parë të suratu Al-Hujurat. Nga se suratul Hujurat llogaritet si surja e edukatës. Mirë po ka filluar me edukatën që duhet me pas karshi Allahut, e sidomos karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e duke vazhduar mësë ndajnë në edukatën mes njerëzve. E do të marrim ajetin e parë të kësaj surje, ku Allahu azza wa jalla thot: Ja ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. O ju të cilët keni besuar, mos qitni asgjë para Allahut edhe të dërguarit e tij. Keni frikë Zotin, nga se Allahu azza wa jalla është i cili dëgjon dhe din çdo gjë. Ky është ajeti i parë i kësaj surje, që thash me këtë dhe ajetet në vazhdim, Allahu azza wa jall don me eduku besimtarët se çfarë çësje duhet me pas karshi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se si duhet atë respektuar, si duhet atë nderuar, si duhet atë madhruar e kështu me radhë. Mirë po, ashtu siç është zakon në këto tefsiret ajeteve tona, do të mundohemi me të reguar se cilat kanë qenë arsyet e zbritjes së këtij ajeti, e mas andaj me e marë, do me thonë fjalë për fjale, do me thonë këtë ajet dhe me folë në lidhje me të. Se përket se pse ka zbritur ky ajet, ka më tepër se një verzion, një prej verzioneve që është transmetuar në Buhari, është ajo çështja se kur kanë ardhur një fis Benu Temim në Medinë, disa nga ata, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte dashur me caktuar një udhëhec. Ebu Bekri kishte propozuar një emër që quhej El-Qa'qa' bin Ma'bad, ndërsa Omeri e propozon një tjetër, El-Aqra' bin Habis. Edhe aty fillon një polemik e vogël, saqë ngritën zërat mes Ebu Bekrit dhe Omerit, edhe ishte aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka ardhur, do të thonë në hadith, se Ebu Bekri thot, do të thonë në atë, do të thonë polemikën verbale që e kanë pas mes vete, se ti e propozove këtë tjetër në Omer dhe nuk kishte qëllim tjetër vetëm se të më kundërshtoje. E Omeri thot se nuk e kisha në gjë të tillë, edhe ngritet zërat, e thuat një për arsyeve se pse ka zbritur kjo ajet, do të thonë ka qenë pikërisht, do të thonë kjo që ka ndodhur mes, do të thonë Abu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Mirë po, është një tabi'in, e ka emrin Ibn Abi Mulejke, thot për këtë rast, se këta dy besimtar të mëdhenj, se sahabët janë njerëz më të mirë mas pejgamberëve,
në veçanti Abu Bekri dhe Omeri janë prej sahabëve më të mirë. Dhe këta dy sahabi të mëdhenj gati sa nuk u shkatruan për shkak të polemikës dhe propozimeve që japnin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty. E në qoftë se faktikisht ky kërcënim ka vlejt për ta, me gjithë pozitën dhe autoritetin që e gëzojnë në islam, janë të përgëzuar me xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit më shumë që i ka dashur ka qenë këta. Mirë po vetëm propozimet që i kanë dhonë për diçka që në shikim por mundesh me thonë që nuk është të çështje halal haram. Edhe po rrezikohet feja atyre, para me nda runa Zot me ardh dikush tjetër edhe me fol për Allahun, për fenë e Allahut azza wa xal, me fol para Allahut edhe me fol para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë duke mos e ditur hiç fare se çfarë gjykimi ka Islami për të, apo duke pasur një ri për gjykimin e duke kundërshtuar gjykimin e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo thuhet është njëra prej sebepeve. Sebepe tjetër thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte dërguar 24 vet prej besimtarëve të një fis Banu Amir që t'ja mësojnë islamin, e ata Banu Amirit tradhtojnë dhe i vrasin të gjithë prej tyre, vetëm 3 që kishin mbetur mbrapa. E këta 3 shmongën dhe shpëtojnë, mirë po në kthim e sipër i takojnë 2 vet të një fisit tjetër që faktikisht kur prezentohen si me qenë ati fisit që këta kanë pas sulmin prej tyre edhe i vrasin ata 2 persona, e masandej vjen rasti dhe më thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ta kërkojnë shpagimin e gjakut dhe thonë se këta dhe më thonë na kanë vrarë 2 prej personave tonë, e fisi jonë me juve ka dhe më thonë marrëveshje dhe ka paqe mes vete. Mirë po, ata prej hidhrimit madh që një fis tjetër i kishte tradhuar dhe i kishte vrarë 21 prej tyre, tash të parin që e kanë taku duke për të menduar se janë çati fisit që kanë vrarë, kanë marrë gjykim vetes dhe kanë bë hakmarrë, i kanë vrarë të 2 persona pa ghairi hak. Allahu azza wa jalla ka qartuar se nuk duhet besimtari me bëni gjatë tillë edhe me ja parapri Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa marrë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendim. Arsye tjetër se pse thonë ka zbritur për shkak se disa prej njerëzve kanë thonë se sikur kishte zbritur Kurani, domethënë kishte me qenë kështu dispozita. Sikur të kishte zbritur diçka nga shpallja, kishte me qenë kështu të vendimi. Edhe tash, domethënë ka njerëz të tillë subhanallahu që nuk e din domethënë islamin, edhe nuk e din fetvon në mënyrë konkrete se çka është për lidhje në pyetje të caktuar, edhe me mendje të lirë dhe faktikisht i jep vetë edhe guzim me thonë, mu po ma merr mendja që shtot, dhe më thonë edhe Kurani që shtot thot. Faktikisht mund të e paraprin që ti je ai i cili dhe më thonë duhet me vendos edhe me nxjerr vendim para se me ditë se çfarë dispozite ka Islami apo çka ka thonë Kurani apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë çështje. Ka arsye tjetër që kanë cekur dietarët, kanë thonë se ka zbritur në lidhje me ata të cilët kanë prej kurbanat para se me fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Bajramin, ju ka thonë se përsëritni ju kurbanat se kurbanat e juaj janë lloj postërme edhe nuk janë kurbana, nga se kurbani përveç tjerash i ka edhe kohën e vet, ajo është masi që të falet domethënë Bajrami. Këto janë disa prej arsyeve që i kanë cekur dietarët në lidhje, domethënë se pse ka zbritur ky ajet. Mirë po, ajo që po duhet na me argumentuar me këtë ajet është fjala konkretisht Allahut azza wa jall, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Mos qetni, mos ja paraprini, mos vendosni asgjë para Allahut, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para fjalës Allahut, fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para vendimit Allahut dhe vendimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është domethënë që duhet me pas, domethënë çdo besimtar të ngulitur në kokën e vet, se për fenë e Allahut azza wa jall nuk ka me mendje të lirë,
nuk ka me ide të veta, nuk ka me epshet veta, me fol edhe me thonë se që kjo është feja Allahut Azza wa Jall, apo kështu duhet me konë, mirë po, duhet thjesht me mësue fejnë Allahut Azza wa Jall dhe me mësue sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mos me fol, as mos me vendos, as më veprua vetëm pasi që të kesh argument në atë çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto realisht e ka përmendur Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se shariatin ton dispozitat ne i morëm edhe nga Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi nuk është asgjë tjetër vetëm se transmetuesi asaj që e ka frymzuar pejgamberi Allahu azza wa jall. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga hamendja e tij, mirë po fletat që Allahu azza wa jall e ka inspiruar dhe e ka frymzuar. Pra thjesht halal është aja që ka bo Allahu halal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam halal. Haram është aja që ka bo Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më thonë haram. Edhe në këtë kuptim, si ky ajet, ka edhe 10 ajete e hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që folin konkretisht në këtë temë, që realisht nuk duhet me pas besimtari, dhe më thonë fjallë të vetën, kur është fjallë Allahut në pyetje, apo fjallë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në pyetje. Për tyre, ka arë në jetë kuranor, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Pasha Zotin tënd nuk kanë besuar ata, përderisa të mos ju marrin ty o Muhammed gjykues mes tyre, dhe mos gjenë vetën e tyre asnjë vështirësi apo kundërshtim prej gjykimit tënd, mirë po të nënshtrohen dhe të dorëzohen plotësisht vendimet dhe gjykimit tënd si pejgamber. Innama kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Fjala besimtarit është që kur thirrën te Allahu dhe i dërguari i tij për të gjykuar, me thonë sami'na wa ata'na, kemi dëgjuar dhe jemi nështruar. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Dhe s'ka për besimtarin dhe besimtarin, qofse thjesht afrohen zgjedhja e Allahut dhe gjykimi i Allahut dhe pejgamberit me pasaj zgjedhje, me zgjedh vendimin e Allahut dhe pejgamberit apo me zgjedh diçka tjetër. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ai i cili e kundërshton Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tili ka devijuar dhe është lajthitur me një lajthitje të madhe. Apo ajetin tjetër kuranor, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Të kenë kujdes ata që të kundërshtojnë urdhën tënd, urdhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ti godet domethënë ndonjë fitnë në këtë dunja apo dënim i dhimbshëm në ahiret. Edhe praktikisht, qofse kthehemi se si e kanë kuptuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim se realisht ata i kanë jetësuar këtë që po e thojmë. Si shembull, më i njohur që besoj se shumica besimtare që kanë njohuri për Islamin e dinë është hadithi Muadhit kur e ka quar në Yemen. Ai ka thonë se me çka kimë gjyku. Ka thonë do gjykoj me atë që është në librin e Zotit, në Kur'an. Po thonë nëse nuk gjen në Kur'an atë që po e kërkon. Thotë do gjykoj në atë që është në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po thonë nëse s'ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë do të mundohem me angazhu me mendjen time në bazave dhe njohurive që i kam për Islamin dhe themelet e Islamit me gjyku. E pejgamberi sa më thotë, falëndrimi të kanë Allahut azza wa jall, i cili ka dhënë sukses dhe të kuptuar të drejtë të dërguarit, domethënë Muadhit, si dërguari i dërguarit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse në lidhje me këtë hadith ka fjalë, mirë po domethënë dietarët thonë për shkak se ka rrugë shumë të transmetimit, ky hadith është i vërtetë. Apo ka ardhur në hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar se si kanë qenë shokët e tij, ka thonë s'ka pas pejgamber që ka dërguar Allahu azza jall para meje,
vetëm se në mesin e ummetit të tij ka pas shok dhe ndihmtar, të cilët e merrnin sunetin e atij pejgamberi, edhe thjesht e pasonin urdhën e atij pejgamberi. Mirë, po pas kësaj vinë njerëz të cilët faktikisht nuk janë në këtë rrugë, yekulune ma la yef'alun, e thonë atë që nuk e veprojnë, edhe e veprojnë atë që nuk janë të urdhëruar me vepru. Fatkeqësisht ajo kohë, domethënë, ka qenë më herët, edhe sa vjen edhe rritet edhe më tepër, se domethënë ata që nuk e pasojnë rrugën e pejgamberit dhe sahabëve edhe të selefit, të tillët edhe thojnë atë që nuk e veprojnë, mirë po edhe veprojnë atë që domethënë nuk janë të urdhëruar me të, mirë po thjesht kanë bindje, kanë vepra, kanë fjalë që nuk janë ujdi me sunetin e pejgamberit dhe udhëzimin e tina sallallahu alaihi wasallam. Mirë po thash edhe praktikisht, qoftë se ju kthehemi domethënë fjalëve më konkrete, qoftë të sahabëve, qoftë të dietarëve, e shohim se çfarë çështje kanë pas, domethënë kur realisht është transmetuar vendimi i Allahut, suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e është dhënë një mendim tjetër që ka qenë kundërshtim me të. Pjauceku vetëm si rast, nështë kam shpjeguar kur kam folur në lidhje me haxhin, edhe llojet e haxhit e kam treguar se janë 3 llojet haxhit, njëra prej tyre është tamattu, që është haxhi më i mirë, mirë po ka edhe qiran, edhe ka ifrad. Edhe thjesht Omeri radiallahu ta'ala anhu kur ishte halife e bënte haxhin ifrad. Edhe pse realisht e kemi shpjeguar se haxhi më i mirë është tamattu. E Abdullahu djali i tina, edhe Salimi, domethënë si shërptori i tina, që kishte dije, realisht dy të kishin mendimin se realisht domethënë duhet me bë haxhin tamattu, ashtu siç ka shpresuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që do ta bënte vitin e ardhshëm, apo si kur tek kthyi pe fillimit do e kishte bë kështu. E njerëzit thonin, domethënë Omerit, Abdullah ibn Omerit, baba jot thot, domethënë që me bë veç ifrad. Ai thoshte domethënë se duhet me bë tamattu, ashtu siç është e kuptuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ajo fjala se domethënë kam frikë që me zbritur domethënë gur prej qiellit. Unë ju them, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju më thoni ka thonë Abu Bekri e Omeri, se edhe Abu Bekri dhe Omeri dy të kanë pas mendimin në lidhje me haxhin se me bë ifrad. Apo rast tjetër prapë me Abdullah ibn Omerin, tregon se ishte duke transmetuar hadithin la tamna'u masajid Allah ima Allah masajid Allah. Mos i ndaloni gratë me i prezentu xhamiat nëse kanë dëshirë me prezentu. Një djalë i Abdullah ibn Omerit, i cili kishte emrin Bilal, i thoshte se unë kumë nal gruan tëm që i them na. Ai thot, unë po them ty ka thon pejgamberi se mos më ndal. E ti po thumi nal? Thot vallahi, mund transmetimi ka që e ka fyë dhe ka fol rënd që kurse kom një Abdullah ibn Omerin të fola çrën, ka thon kurs kom të fol tyje, edhe pse ka pas djalë, vetëm pse pe kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo rasti Imam Shafiut, kur realisht domethënë ja transmetoi një hadith, domethënë që ka thon pejgamberi se ma ka vepruar, e i thonë çka thua ti o Imam në lidhje me këtë hadith. Kisha kina i mendim tjetër ti. E thot, a jeni të mpo të dalë mu pe kisha? A jeni të mpo me atë turbanin e aty në prithrinve të veshën me atë dëmon litarin dhe me brez që jemi pa fejone që po ma thoni një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e unë me pas mendim apo me pas alternativ tjetër? Realisht këtë nuk e ka thonë, alhamdulillah, s'kush për djetarve eminent që Allah xhali ka nderuar me sunet, e i ka nderuar dëmon që me pas pranim në ymet, që faktikisht vetëm gjithë e kanë pas atë klishen se domethënë mëdhhebi im është suneti. Edhe në qoftë se ndoshta unë nuk e kam thonë pikërisht çat mendim, nga se ndoshta se ka ditë ose atë hadith ose ka pas domethënë ndonjë teuvil që ka bëu atë hadithi, mirë po gjithmonë qëllimi i tyre ka qenë me ja qellu sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mos me kundërshtue duke u nisur nga ato çto parime çejceka, çto argumente çejceka. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Mos qetni
asgjë para Allahut dhe pejgamberit sallallahu. Kanë thonë mos falni pa folë Allahu azza xal dhe pejgamberi sallallahu, mos gjykoni pa gjykuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thjesht mos e kundërshtoni Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos ja paraprini se kështu thot Allahu dhe pejgamberi pa ditë se çka thot Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur kanë thonë, domethënë as imamin që duhet me mu fal mastina, edhe kur thot wala dallin, prit në derisa thot ai amin, e ju mos ndajna me thon amin. Selema realisht, dhe më thonë çështje edhe ma madhore, mirë po, këtë e vepran, edhe këtë e kuptan, aja kuna jo është drejtu kjo ajet. Ja ju helledhine amenu edhe i tekullah. O jetë se të keni besuar edhe që e keni frikë Zotin. Qofse se thuni jeni besimtar, atër edhe besimi nuk është vetëm me gjuhë, mirë po besimi ka të zonë zven zemrët e juve dhe jeni musliman jo vetëm me fjalë, po thjesht mundoheni me kom praktikues, atër kuptoni se pe imanit është që mos me qitë kur gjë. As filan hoxhen, as filan shehin, as filan iden, as filan dhe më thonë ideologjin para Allahut dhe pejgamberit sasëm dhe para Islamit. Se thjesht tash fjala për nxjerr, shpesh përpara kam pas njerëz, ka thonë filan shekhe, ka thonë filan hoxha, ka pas këtë mendim, edhe në kësine kanë munduar me thonë atë që nuk e ka thonë pejgamberi, se më po me gjetë leqe dhe mësë me praktiku sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po tash kohën bashkëkohore kem edhe më tepër. Thjesht tër islamin mos e shohin si alternativë. Edhe thonë jo, duhet ky islami mu reformua, se realisht ky islami me ato vendimet kamata haram, immoraliteti haram, dëmon shamia, dëmon është farz, ajo sene është radikale, s'përkon me kohën tonë. Islami i asaj kohe, Zoti i asaj kohe është Zoti i sodit, edhe Zoti i ditës gjykimit, edhe nuk më ndryshua, edhe nuk ka alternativë për besimtarin që thot amantu billahi wa rasuli, apo thot raditu billahi rabban wa bil islami din Muhammedin sallallahu alaihi nabiyya, që thot I kam besuar Allahun pejgamberin, jam I kënaqur me Allahun si Zot, me Muhammedin sallallahu alaihi pejgamber, me Islamin si fe, nuk ka alternativë tjetër me thonë se unë kam edhe një alternativë tjetër, unë kam edhe një ide tjetër, unë kam edhe një mendim tjetër, unë kam edhe vendim tjetër, nga se nuk ka më vendim në atë çka ka gjykuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qofse një besimtar, edhe qofse një devotshëm, se njeri devotshëm, do më thoni zbaton urnat e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ndryshe, thot Allahu azza jall, inna Allaha samiun alim. Allahu azza jall është ai I cili është dëgjues dhe din çdo gjë. Dëgjues që dëgjon çdo gjë, zërin që është e afër e I lartë, atë që përshpritëm vendin në zemrat tona, atë që flasëm shiqare, e din atë të kaluarën, tashmen e të ardhmen. Mirë po Allahu azza jall me këtë nuk ka dashur na treguar se vetëm Allahu I din edhe I dëgjon gjërat. Se kur thot besimtari semi Allahu liman hamida, Allahu azza wa jall e dëgjon atë I cili e madhron Allahun azza wa jall, nuk e ka për qëllim këto hadithe që na ka mësuar pejgamberi se më fal, se vetëm me tregu se Zoti I dëgjon. Po do me tregu se Allahu I përgjigjet atij I cili e madhron Allahun azza wa jall. Edhe këtu po do më na thonë se Allahu azza wa jall e dëgjon, edhe e din, edhe shpërblen atë I cili e praktikon që ta jetë kuranor dhe që e qet fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit mas pari. Mirë por unë Zot, ai I cili e bën alternativë tjetër për fjalës së Allahut azza wa jall dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le të din se Allahu azza wa jall të dëgjoj, le të din se Allahu azza wa jall të di gjendjen e tina, dhe le të pret pasojat dhe sekuencat, domethënë që kemi pas nesër ditën e gjykimit kur takohet me Allahun azza wa jall. Për me përfunduar këtë ajet, do të isha ndalë vetëm 2 pika. Pika e parë është atë që thot Shekhu Themini, Allahi e mshiroft atë dhe djetarët e Ehlusunetit, thot se prej asaj se me I qitë diçka para Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jenë të gjitha bidatet të cilat janë shmikur në fenë Allahut azza wa jall. Pavarësisht ato janë bidate në akide, në besim, apo janë në praktika. E tash ne jemi në muajin Rabiul Thani, që faktikisht është koha e Mevludit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pretendohet se ka qenë me 12 Rabiul Awwal, gjithmonë gjallat këtë debate dhe na thuhet se domethënë duhet me bë Mevlude
kush e don pejgamberin sallallahu e kënon mevludin e kështu me radhë, e ne i thojmë a është mevludi mëkat, a është punë e mirë. Qofse është mëkat, atëherë s'kem muhabet. Qofse thua është punë e mirë, atëherë kem me ty muhabet. A ka ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që është punë e mirë ajo? Qofse thot e ka ditë, atëherë kalojmë pyetjen tjetër. Qofse thot se ka ditë, atëherë unë Zot faktikisht po i bën që ti po dish diçka se s'ka ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qofse thot valla e ka ditë, atëherë është pyetja tjetër, a ka transmetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që me fesuçit me vludin ajo? Qofse se ka transmetuar, atëherë s'pas ka pas nevojë hiç, domthonë më mësoi me ti dhe s'ka nevojë as të më praktiku. Qofse thu ka transmetuar, atëherë thojmë a ka mundësi më na sjell një argument se vetë pejgamberi ose më ka festuar në ditën lindjen e vet, apo njerëz që më shumë dhe kanë dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e tina, apo dietarët që kanë ardhur shekull pas shekulli, që faktikisht i tregova disa prej tyre se sa kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ka një prej tyre që ka, domethënë, festuar ditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Atë pe don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se që e kanë dashur sahabët Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, këtë sahabët. Po thonë, po është një hadith se pejgamberi sa më ka agjëruar të hunën, se ka thonë është dita jam që në kam lindur. Po na festat tona nuk i bojna me agjerim. Qofse po thua fest, në fest tonë nuk agjerohet, një farforme ka luduë se s'festohet dhe më thonë këtë ditëlindje. Se na e kemë bajramin, nuk gja agjerojmë. 2 bajramat e kemë në 2 është haram me agjeru. Që i bie që faktikisht, kur ka luduë se pa agjeroj, pse kam lindur në të, i bie që nuk duhet me festua, se me festën tonë nuk e bojmë me agjerim na. Se bajramat na e prishëm, nga se thjesht jenë bajrami me festua, me hongër, me pi, jo me agjeru. Kjo është, dhe më thonë, puna e parë, edhe puna e dytë është se çdo besimtar i cili në jetën e vet ku më vallafaqohet me situata të ndryshme, varësisht prej obligimeve që i ka. Dikush i ka do obligime bazike, namazin, dikush e ka agjerimin, dikush e ka zakatin se ka parë, dikush haxhin, dikush ka tregti, dikush domethënë merret me domethënë qiraja, kështu me radh, vjen koha më martua, sana realisht për këto gjitha ka dispozita shariatin e ton. Është mirë besimtari para se mi praktikuar këto sene me mësu dispozitat që ka thonë Allahu dhe që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe mos me punu me mendje të lirë, edhe thjesht po më merr mendja që shtot. E masanena me kuptu se faktikisht jam rës domethënë gabim të kom kon të fal ose gabim të kom të xheru ose faktikisht të pas kom bëket haram në tregti e kështu me radh. Për atë Allah ka thonë fes elu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni hoxhallar nëse nuk dini. Merrni lexoni Kur'anin, sunetën e pejgamberit sa mëson fen Allahu azza xal, kështu çka ka thonë Allahu, çka ka thonë pejgamberi sa për dispozita të ndryshme, edhe mos veproni sipas tekeve, epshave apo ignorancës juve, nga se jeni të adhuruar, nëse jeni të adhuruar Allahun azza xal me ignorancë e Allahu azza xal, po na thotë se kur e adhurojmë Allahun azza xal, kur flasim për fenë Allahut azza xal, mos me qit asgjë për Allahut, fjalës Allahut, pejgamberit dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëf për atyre që madhrojmë Allahun edhe dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pasojmë atë. Allahu azza xal na lutem atë na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.